Muzeu Historik i Shkodrës ka organizuar një aktivitet në kuadër të festës së luleve duke sjellë në vëmendje traditat e hershme të zonës dhe vlerat e trashëgimisë kulturore. Trëndafili i njohur për aromën dhe vlerat e tij ka qenë prej kohësh pjesë e kulturës popullore, jo vetëm si bimë zbukuruese, por edhe si bazë për përgatitjen e shurupit tradicional, i trashëguar brez pas brezit në familjet shqiptare. Në kuadër të ditës së luleve, po mendojmë edhe ne që të realizojmë një festë me fokus lulën e trëndafilit. Do flasim për trëndafilin, për bimën origjinale, rënien autoktone shqiptare, ku është ajo sot, por do të kalojmë edhe me një specifik apo një aspekt tradicional praktik në realizimin e lëngut të trëndafilit, ku do bëhet një punëtori me fëmijët e shkollave fillore. Ruajtja dhe përcjellja kësaj tradite te brezat e rinj mbetet një vlerë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore. Qëllimi kryesor besoj çdo institucioni trashëgimisë kulturore, ku këto tradita të mos humbasin, por të përcjellen sepse janë vlera të jashtëzakonshme. Lëngu i trëndafilit nuk përdoret vetëm si shurup, pra vetëm si një pjesë e gastronomisë shqiptare apo për reçelra, por është mirë në kuadër edhe të këtyre festave, aktivitete të tilla pikërisht të realizohen, të organizohen për këtë çështje, pra transmetimi i traditës dhe mos të humbasim ato vlera që ne realisht i kemi patur. Aktivitetet të tilla synojnë të përcjellin tek brezi i ri njohuri dhe traditat popullore, duke ruajtur dhe promovuar trashëgiminë kulturore të zonës.